والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Hennadi në librin e tij e Zohut se Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë: "Min al-yaqini alla turdi an-nasa bi sakhati Allahi wa la tahmadanna ahadan ala rizqi Allahi wa la talumanna ahadan على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط." Abdullah Mesudi radiallahu anhu ka thënë: shenjë e bindjes në Allahun është që mos t'i kënaqësh Allahun që mos t'i kënaqësh njerëzit duke hidhruar Allahun dhe mos të falenderosh askënd për rrezikun që ta ka dhënë Zoti, po ashtu të mos e fajsosh askënd për atë që nuk ka ardhur prej Zotit, nga se rreziku i Allahut nuk fitohet vetëm me lakminë e lakmitarit dhe as nuk refuzohet, as nuk humbet me urrejtjen e urrejtësit. Dhe Allahu me drejtsinë e tij dhe barazinë e tij ka bërë që qetësia dhe gëzimi të jetë në bindje dhe në kënaqësi. Dhe po ashtu ka bërë që pikëllimi dhe mërzia të jetë në dyshim dhe në hidhrim. Kjo është një prej thënieve dhe margaritarëve të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që në realitet gjitha fjalët e tij kanë qenë të bukura, madje të zgjedhura, të përzgjedhura, por ndoshta e kisha lënë këta prej më të mirave deri tash që i kemi lexuar. Një fjali e cila e përshkruan nëse dëshirojmë ta themi kështu shkurtimisht, si arrihet lumturia e njerit. Nëse doni me ditë si arrihet lumturia e njerit, krejt e keni në qëtë fjalë, komplet. Jo praktik, domethënë praktik ka shumë ajete, hadithe, qasje, por nëse doni një formulë, çish arrihet lumturia e njerit, çish ka mundësi me arrit lumturinë këtë botë, çto e keni vllazi. Edhe këta e tha me përgjegjësinë më të madhe. Nga se temat ose pikat që i ka trajtuar janë pikat esenciale për arritjen e kësaj pozite që e kërkojnë edhe hulumtojnë këtë njerëz. Dhe i ka përmend gjëra tjera që janë po ashtu esenciale që e largojnë lumturinë mesin e njerëzve. Andaj për këtë arsye mendoj që është shumë fjalë e dalluar për fjalëve të bukura të këtij sahabiu të nderuar. Po e marrim fjalë për fjalë çysh edhe e kena tradit. Thotë nga bindja në Allahun është që mos t'i kënaqësh njerëzit duke hidhruar Allahun. Bindja që e kena në zemrën tonë, këtë rast mund më konë edhe që përmend disa prej dietarëve, sikur që ka përmend Sheh Gunejmani, Allahu e ruajt, këtë rast mund më konë besimi i fortë, besimi i plot. El iman el kamil, besimi i plot që arrin te bindja, el yaqin, është që mos me i kënaq njerëzit duke hidhru Allahun. Pse e ka lidhë ta me bindje? Pse e ka lidhë qëtë mesele? Me bindje. Pra se arsyeja ose shkaku pse njerëzit e hidhrojnë Allahun duke i kënaqur të tjerët është dobësia e bindjes. Këta e bojnë ose për me arrit ndaj përfitim. Po Allah qashtu po u desh me kryqit biznes. Po ti fole fjalë që e ke hidhruar Allahun. Ti e përkrahen një njeri që Allahu nuk është i kënaqur me këtë vepër. Po e vërtet po u desh me mri që ta desh ta se e bona çat kontratë tani në rregullina. Domethënë bindja është e dobët. Se ti shkon bindja e fortë nuk ish lakmu aty ku Allahu hidhrohet me ta.
ose nuk i kish lakmuar një rrugë e cila e hidhron Allahun, edhe nëse vepra se vepra është e mirë. Po, me arrit sa më shpejt që me mujtë me mrit që të mirë materiale, dhe pastaj kalon kjo çështje. Kjo ka të bëjë me yekinin, bindjen e dobët që e ka njeriu në zemër. Ose e kundërta. Sa njeri për shkak bindjes dobët që e ka në zemër, para njerit që ka pozit, para situatës që është, domethënë që ky është i dob para sa na fol fjalë që nuk do të më fol. Na shti fol edhe fjalë të kufrit pa pas nevojë me fol. Jo ku detyrohet me vdekje, me rrahje, me goditje, me kështu me radhë, jenë burg, na shti lejohet me, domethënë kësi raste lejohet me thonë edhe fjalën e kufrit. Unë po foli jashtë kësaj. Unë po foli për shkak ndaj pozite, për shkak ndaj situate, për shkak ndaj personi që është i madh në shtet, për shkak tutës ndaj tij, na shti është tutë imagjinare. Nuk ka tutë reale hiç. Fol fjalë që janë hidhrim të Allah, që e hidhrojnë Allahun. Pse e bojnë këta njerëzit? Se e kanë yekinin e dobët. Bindjen në Allahun, në ndihmën e Zotit, në mbështetjen e Allahun, është e dobët. Për këtë arsye fol pastaj, edhe thotë se po ta çore se situata keq ashtu. Edhe arsyeton këta thotë pse se kur je ngusht kësi raste, lejohet me fol. Me fol domthon deri ku? Deri edhe në kufër. Allah na rrit. Këta se pa muslimani përveç që kena kallëzu, përveç në raste kur rrezikohet jeta e tij ose kur rrezikohet shëndeti i tij, rrezik të saktë të sigurt, jo vetëm nashti ka mundsi, por kur rrezikohet tamam. Pse njerëzit i bojnë këto, edhe në pozitive, edhe lakmin, edhe frikën, për shkak se yekinin e kanë dobët në zemër. Edhe një sprovë vogël anojnë këtu dionт, edhe harrojnë që diçka na është të vepruar që Allahu është duke u hidhruar me ta. Po ashtu, pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, thot po ashtu për yekinit, për kësaj bindjes është që mos me falendëru askënd për rrezikun e Allahut. Qysh mos me falendëru? A nuk është pjesë e fesë me falendëru dikush që të bën mirë? A është pjesë e fesë? E po që thot kjo mos e falendëru? Pyetje. Mos me falendëru askën për rrezikin që të ka ardhur. Nashti ajo bo sebeb, nashti ai ka fol mirë për ty, nashti ai u qua dhe ta ka pru. Rreziku është për Allahut. Ç'është? Pse mos e falendëru? Ka për qëllim mos me falendëru, me falendërim të gjithë përfshirës, të pa limit. Edhe kjo ndodhet te njerëzit. Pse ndodhet te njerëzit kjo? Për shkak se bindjen e kanë dobët. Qysh? Në momentin që është i dobët, s'ka kam ia majt, vjen dikush i iman thot ti edhe Allahi. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Ti edhe Allahi, s'ka të tërkush. Këtë dënjo e ban bashk njerin me Zotin. Kurse njeri është vetë sebeb. Njeri është vetë shkak. Punë, mendje që e ka buaj për marrë të ti, mundin që e ka buaj për marrë të ti, parën që e ka marrë që ta ka pru, krejta që to janë krejta, këto janë edhe vetë ti e për Zotit. Këto të tjera janë vetëm sebepe. Ai është bo sebeb, s'do më mos e falendëru, mos të keq kuptomi. Me falendëru është për pjesës morale të islamit, muslimanit, do të me falendëru. Abdullah ibn Mesudi po fol për një falendërim i cili është falendërimi pa kushzum. Mu lidh me njëri me thonë që filoni edhe u kry muhabeti, s'ka dikush tjetër këtë dënjo. Veç aja bën këta, veç aja ka bo këta se kish bo kurkush, s'mund me bo kurkush, edhe me lon keq shpresën, edhe me thonë gëzimin edhe atë mvarsin tonë të filoni. Kjo është, mund me ndohet të njerëzit për shkak bindjes dobët që e kanë Allah. Momentet më të rëndësishme në shti, harrojnë me falendëru Allahun e falendërojnë krijesën. Harrojnë me falendëru atë që e ka qu krijesën të kë. Atë që e ka kriju këta dhe ka kriju krijesën. Edhe ka kriju punën që ka bojë dhe ka kriju që të mundësin mi arë këtina. Këta këto janë për Zotit. Ai e shef vetëm sebebin ose vetëm shkakun edhe e harron shkaktarin. Vetëm shkakun edhe e harron shkaktarin. Kurse esenca është shkaktari. Ai që e ka sjellën shkakun, jo shkaku mund marr, mund mos marr. Shkaktari është ai kryesori.
Për këtë arsye çfarë thot tani vazhdim thot wala talumanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah. Dhe po ashtu prej bindjes në Allahun është që mos me e kritiku, mos me fajsu askënd për diçka që s'ka ardhur prej Zotit. Qoftë kur ja ke dhënë ti dikujt në një punë me kry, edhe se ka kry, qoftë kur dikush i ka dhënë njerëz edhe ty s'ka dhënë. Nuk ba mu dhënu. Pse? Allahu se ka dhënë ata për ty. Po a ban mu dhënu ose a ban me pas një qasje ndaj personit nëse ai punën se ka bë mirë, po, këto po. Që mos të kenë keq kuptim. Nëse dikush nuk e ka bë punën që duhet, edhe s'ka rrezik me thonë Allah se ke bë punën në rregull. Nëse dikush i ka çu këta sebepet vën. Edhe s'ka rrezik, muslimani çto nuk ban mu dhënu. Edhe s'ma me fajsu kur kanë. Por derisa ai e ka çu punën në vend tamam që duhet. Pse? Allahu s'ta pas shkruar këtë rrezik. Kjo është yakin, bindje muslimanit. Mora këtë sebepet i ka çu në vend, këtë i ka çu në vend. Subo, elhamdulillah. Falëndërimi takon Allahut. Allahu e din ç'është kjo punë. Allahu e din ç'është bëhet kjo çështje. Allahu e din ç'e ka organizuar dhe cilat janë shqetësitë e kësaj pune. Ose për shembull ndodh dikush i jep dikujt, sikur që shkon nëpër vende që japin fukarave kështu me radhë. Nashti japin dikujt, domthon vendeve ndryshme, ndoshta dikujt nuk i japin. Ai që është besimtar mesin e tyre duhet mos mi mbeten asgjë në zemrën e tij. Pse? Përderisa nuk ka pas ai obligim me të dhënë ty. Ka dhënë mënyrë, kanë e ka gjetë, kanë e ka pa, çysh ka desht. Ku ja ka marrë atë mendja? Kjo është rrezik që Allahu sa ka çuti. Nëse që tu ki problem me yakin. Ki problem me bindjen tonë ndaj Allahut. Pas e thot, nga se rreziku Allahut nuk e sjell lakmia lakmitarit. Këto janë kitë sebepe vëllazni. So njeri është lakmitar i madh dhe kur gjasën fiton bezet dynjaje. Myto që çoni ditë natë pa unal. Nashti i ka kitë sebepet para dorëve, s'ka, nuk i vjen rrezik i Allahut. Për këtë arsye që thotë në atë poezinë, men dhanna anna ar-rizqa yati bi quwwatin ma akala al-usfur shay'an ma an-nasri. Kush mendon që rrezik vjen me fuqi, s'kish me mujt me hungur zogu asgjë, duke qenë shqiponja prezant. Qëse shqiponja më e fort, s'ka mundësi me lëndën dikant tjetër, po nuk është rrezik me fuqi. Rrezik është Allahu që ka dhënë te njerëzit aftësitë, mundësitë me punu, edhe Zoti që ka dhënë. Andaj dikush pse është lakmitar i madh, ka projekte ndryshme, nuk është kjo shej që ai ka me arrit rrezikun. Po edhe kundërta. Edhe kundërta, ndoshta dikush nuk e ka çat lakmi, po rrezik i vjen. Pejka nuk e pret. Edhe na e përmendëm duke desën e kalum ose një më herët, që kjo është për me tregu Allahu, për me tregu njerëzve dobësinë që e ka njerëzit në tokë. Për mi thyj matematikat. Se njerëzit shumë janë të prirë me bë matematika me vetveten e vet. Unë çështoj e bëna që të më dal rezultati. Patjetër të më dalë rezultati. Allah i ka thënë që 2 edhe 2 nuk bojnë 4 te Zoti në çështë raste. Matematik bojnë, te Zoti nuk bojnë. Për këtë arsye dikujt na që hiç s'ka lidhje me biznes, Allah ja qel derën e biznesit. Edhe ti ku tresh me ta habitësh që ky njeri pe ka u bë kështu. Dikush që u my të kry shkolla për biznes, kur gjasi shkon hiç. Kjo s'do më thonë me lon njeri, mos keq kuptoni, s'do më thonë me lon njeri sebepet. Jo, se na dëvoj për këtë temë. I na dëvoj çka do më thonë nëse Allahu don dikujt na më qel derën e rrezikut, edhe çka do më thonë nëse Allahu don dikujt na më qel derën e rrezikut. Kjo është në dorë të Allahut. Krejt na jena në dorë të Allahut. Edhe çdo sen çështë do të më mat. Po këtë arsye, as zotësia jote nuk ta sjell rrezikun, po as ajo plagështia jote, zbrapsja jote nuk ta ndal rrezikun. Ti dush me kërku, dush me munu, dush me qenë i kujdesshëm, po çdo herë duke u mbështet në Allahun e duke prit pe Zotit. Për këtë arsye, këta ka bashku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lëvizjen, orvatjen, mundimin
Edhe mbështetjen Allahun e ka bashku te tregimi i zogut që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mo pas mbështet ju sikur çish mbështetet, çish do të më mbështetë Allahu, kish me ju ushqy juve çish ju ushqen zogjt. Dalin sabat të ritër, kthehen mbrëmje të ngopur. Ata dalin domethënë. Ata dalin, nuk rrin në stropull me prit mja uçu dikush. Me po të njëjtën kohë, për shkak se janë zogj, edhe e kanë instinktin më mbështet në Zotin në formën që ata mbështeten, Allahu i furnizon që ata nuk e dinë ka kanë me marrë rrezikun kur çon sabah. Se din ata. Ato kur çon sabah nuk e kanë me mend që tu kena me shku me hongër edhe u kry. As se kanë këtë tembelën kry. Ata veç e dinë që kur çon sabah do të më dal me lyp. Tani Allahu ja u sjell me format e veta. Çështu është edhe njëri. Njëri besimtar kanë për shembull. Sebebet mundin orvatin lëvizjen e ban, po çdo herë duke menuar se Allahu është ai që ja lehtëson. Pastaj pjesa e fundit është një prej pjesave më të bukura që ndonjëherë keni dëgjuar. Që ndonjëherë në jetën juve keni dëgjuar. Thot Allahu Mesudi radhiyallahu anhu, Allahu me drejtsinë e tij, me ndarjen e barabartë që ka bërë në çdo gjë, ka caktuar që qetësia dhe gëzimi me qenë në bindje dhe në kënaqësi. Cila është gëzimi? Cila është qetësia? Cila është rahatia që njerëzit e dojnë? Çish arrihet rahatia që njerëzit e dojnë, çdo e keni përgjigjen vllazni. Është në bindje edhe në kënaqësi. Tash I shpjegojmë këto dyja. E kundërta e kësaj është fi shakki wa sakhat. E kundërta e bindjes edhe kënaqësisë është dyshimi edhe hidhrimi. E kundërta e kënaqësisë. Për këtë arsye, disa prej dietarëve, sikur që është transmetuar prej Alqames, se kur e ka lexuar fjalën e Allahut, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah", kush I beson Allahut, Allahu ja udhëzon atij zemrën, ja drejton zemrën, ka thonën ja jep yaqinin dhe kënaqësinë, ridhan. Çish ja drejton zemrën, ja jep yaqinin edhe ridhan. Ja jep bindjen edhe kënaqësinë. Po ashtu te ajeti tjetër, që ka thonën Allahu falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Do ta ngjallim, do t'i japim atij njeri që I friksohet Zotit dhe ka çështën me drejt me Zotin, Allahu thotë do t'i japim atij jetë të mirë, tayyiba. Disa dietarëve të hershëm kanë thonë që kjo jeta e mirë është el-qana'atu war-ridha. Që jeta e mirë është kënaqësia dhe bindja e plot. Çka është jeta e mirë, vllazni? Nuk është jeta e mirë ajo që ka shihet pe jashtë. Për arsye se mi marrë edhe psikologët, mi marrë edhe pedagogët, mi marrë edhe dietarët e tonë musliman, e kanë përshën dietarët e fesë. Mi marrë mi këshyrë edhe citatet të ajeteve, të haditheve, të fjalëve të dietarëve, e shet të krejt. Edhe të njerëzit sot, e shet të krejt që lumturia, kënaqësia vjen pe imranit, nuk vjen pe jashtë. Kënaqësia është pe imranit. Kur s'u ne kënaqsh një njeri, çka dush mi dhon parakolla, nëse në vetveten e vet nuk është I kënaqur. Edhe kur s'mundesh mi hup një njeri të kënaqësinë, nëse e ka mrena, çka dush mi ndodh parakolla. Kënaqësia, thonë dietarët, është burim I zemrës, burim që rrjedh pe zemrës, tani shihet në pjesët e tua, jo e kundërta. Nuk ka shka thonë shipe I qiellit. Sa shipe I qiellit kënaqësia? Lumturia që e lypin njerëzit. Mos e prit pe jashtë, to pe jashtë të ndihmojnë. Kjo pe jashtë të ndihmon me arrit lumturinë, po nuk është lumturia e vërtetë. Lumturia e vërtetë është në vetveten tonë dhe në brendsinë tonë. Ç'kjo është lumturia e vërtetë? Cila është kjo? Bindja dhe ridhaja. Dy tema për temave kryesore në jetën e besimtarit. Bindja në atë që Allahu e ka caktuar, në atë që Allahu ka ndarë për ty, në atë që Allahu ka vepruar në veprat e tij, dhe kënaqësia me këtë që Zoti e ka bërë. Për këtë arsye Allahu shkëthot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Do të jep Allahu ty o pejgamber, pa ndal, derisa ti të kënaqesh. Kënaqësia është kulminacioni. Pse? Se s'ka më nasë që kaq. Domthon pejgamberi po lyp pe Zotit
Sa po lyp derisa të kënaqet, që kjo është më e larta. Me mri pozitën e ridhas, kënaqësisë. E me bovakia njerëzit, me mri pozitën e kënaqësisë, janë në atë pozitë që është ka thonë Ibn Taymija për vetveten e vet. Ka thonë xhenetin e kam qëtu në zemrën tem. Ka thonë vërtet xheneti është në gjoksin tem. Kudo që më çojnë armiqtë e mi, kur gjastu në bujmë, pse? Se unë e kam mrena. Unë e kam mrena. Për këtë arsye, subhanallahu, pe ajeteve të çuditshme që i ka komentuar Ibn Taymija në momentin kur e ka mshel në burg, është shumë interesant. Që i ka ardhur në ato momente që ai komentim. Kur e kanë mshel në burg Ibn Taymija i ka llogarit ata që janë jashtë burgit, ata që janë burg. Edhe ka sjell ajetin që Allahu ka thënë për banorët e xhenemit, "Faduriba bisurin lahu bab. Batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adhab." Thot Allahu i mshel ata me një ja fqet një muri përpara dhe i mbyll, mrena murit ka rahmet. E jashtë murit ka dënim. Aja llogarit vjetën që aja është mrena murit. Aja është në rahmet, kënaqësi të zemrës, kurse jashtë ju jeni të dënu. Jashtë ju jeni të dënu. Për këtë arsye Ibn Kaimi thotë kur kena pas vështirësi, probleme, mërzi, pe jashtë burgit, kanë pas probleme mërzi, kanë shkuar në burg me marrën vullnetin, entuziazmin, edhe vullnetin e mirë dhe anën e pozitive edhe më kthy tani me vazhdo jetën me jetu. Ku ky mbor tokën? Thot kena shku, kena lyp leje, kena shku taj, sa kena nejtët me ta, thot disa qaste, disa minuta, thot veç se na u ka kthy, thot krejt dynjaja sikur më konë ndryshe. Që kam rri qëta vazni? E kam rri për shkak të jekinit që sa i kënaqësisë që e ka pas me Allah. E që kjo me bo me rri njerin këtë dynja, që kjo është lumturia e ketë njerëzve që e lypin këtë botë. Ketë, komplet. Kretë. Pejtë pare dhe të fundit. Për këtë arsye kretë edhe njerëz që e lypin lumturinë, kënaqësinë, gjëra tjera, e përmend këtë fjalë poshtë Ibn Taymija dhe e sharon më bukur Ibn Kaimi thotë sa shqare pa u dënu me çfarë shka e ka lyp. Pse se s'ka kënaqësi absolute të zemrës përveç se kënaqësi me Allah. Çka do që e lyp dikun tjetër? Në pozitë, në gjëra tepshit, në femra, në pushtet. Çka dush që e lyp, ki mu dënu me çfarë shka e ke lyp. Ki mu dënu vazhdimisht derisa s'munësh në ashtë jetë mbetesh i bllokuar, as s'munësh me dal, as s'munësh me jetu çashtu. Kush del pe aty do të kumpshtu. Sa njëri në botë me mija dhe sot kanë hinë gjënohet të epsheve, të grave dhe gjërave tjera, don me dal pas s'mund me dal. Pse don me dal? Se ashtu dënu mrena. Ashtu dënu vazhdimisht shpirti i tij ashtu dënu me dënim të madh. Së njëri që ka hinë në alkohol, në bigjoze, në kësi gjëja tjera, ka mënu që qëto është lumëturia, ti qëto ka më knaqë. Po munohet me dalë për atyt me kitë fuqinë, së mund me dalë. Vesh nëse e mëshiron Allah, më mëshirën e ti. Edhe delë për atyt edhe pështon. Pse sa shqare pa u dënu. Që aty ku e ka lyp lumëturin, jashtë Allahot sa shqare pa u dënu me ta. Kjo është për hikmetit Allahit. Që aty ku e lyp të jashtë Zotit, Allahot ta qonë bashkë që ata me dënu. Edhe me thonë që qëtu nuk ka shqetësia jote. Qëtu nuk ka shqetësia jote, e ke lyp gabim. Po këtë arsye dashur vëllazëni, me bë me mri ridon, na. Kënaqësinë. Kjo është pozita më e lartë që ka mundësi me mri robën këtë dynjë. Çka do të thonë kënaqësia, ridho? Në realitet këtu janë tri kategori që i kanë përmend dietar, dy për muslimanët ose për ata që janë zellshëm dhe të kujdesshëm, edhe një që është kjo pjesa e fundit që e ka përmend Ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Një për ata që hedhrohen, bezdisen, nuk e pranojnë e kështu me radhë. Këto dyja janë ridha edhe sabri. Domthonë kënaqësia edhe durimi, sabri. Muslimani kur i ndodh diçka dashur vëllazni, i ka këto dy opsione. Ose ka më kënaq, ose ka më bëu sabër. Cila është dallimi ka më kënaq edhe ka më bëu sabër? Kanë thënë dietarët, më kënaq njeriu me atë çka i vjen prej Zotit
i ka dy forma. I ka dy mënyra. Disa i përmenin 3, sikur që përmenin Ibn Rexhebi dhe Ibn Kudame. E para, pi llogaritmi 3, e para thot është me të ndodhë diçka që ti se don, nuk të pëlqen, po e din, nalesh edhe mendon e din që është prej caktimit të Allahut. Edhe kënaqesh me caktimin e Zotit. Nuk të pëlqen, nuk je rahat, nuk njihesh mirë, po e din që Zoti vepron çka don në gjithësinë e tij, në krijesat e tij e kështu me radhë. Kjo është kategori normalisht do të me pas besimtarët. Kjo është e ngjashme me sabrin, që tham rida edhe sabri. Kjo është e ngjashme me sabrin. Domthonë e din që është prej Zotit, e ka shkruar Zoti edhe ban sabër edhe dorar. E dyta, që është të shumë njerëz, ose që është e një pjesë e njerëzve, pjesa e kënaqësisë është me të ndodhë diçka që ti nuk e don, nuk pëlqen, mundohesh me hek, megjithatë ndjen kënaqësinë e saj. Kur e menon shpërblimin. Dhe kur i menon të mira që i sjell kjo. Dhe dietar sikur Gazali dhe disa tjerë sjellin një shembull thjesht lehtë. Thonë sikur ai që ka me nxjerr gjakin trup për një kontroll. Me shti injeksionin trup, është eron. Pa i duke e ditë se që kjo pastaj ja leton atij në smujën, ai është i kënaqur. Ose sikur ai që thonë sikur ai që shkon me bot tregti. Për me shku me fitu pare, du të më lodhën, du të me hec, du të më utu, nashtë du të me shku pej një vend, ka më lodhë. Pa e ndjeni e kënaqësinë vetën e vetë. Pse? Se më nën fitimin fund. Kështu është pozita e dytë, e kënaqësisë me Zotin. Qysh, ti nuk je shumë i kënaqur, të pengon kjo gjendje, mundohesh me hek, po kur e ban mend çfarë problemi ka për këtë gjendje, që Zoti ka sprovuar, Allah i sprovon atë çka i don, çfarë sevap mundesh me pasën, je i kënaqur. Në çdo aspekt je i kënaqur. E treta që është shumë e rëndë, e që nuk e di akoma në mesin e njerëzve kështu, nuk e di akoma. Po alhamdulillah që nuk është obligim. Është nëse mund me arrit, nëse s'mund me arrit, s'ke mund me arrit. Është me qenë i kënaqur me Allahun çdo gjendje. Çka do që të vjen prej Allahut me qenë i kënaqur? Qysh me qenë i kënaqur, çfarë formë vllazni? A di çka kanë shpjeguar këta? Kanë thonë ky person as nuk do më u largu që kjo sprov, as nuk menon që kam ju largu kjo sprov, edhe të njëjtën ku e falenderon Allahun edhe është i gëzuar me Zotin që ja ka çu kjo sprov. Çfarë thash që kjo nuk është obligim. Obligim është vetë sabri te muslimanët. Obligim është vetë ajo e para. Këto tjera s'janë obligim. Me pasën obligim për këtë kohë nuk e di ku kishmi gjetë njerëz kështu. Nashti ka më shumë pak. A për ndryshe që ta me bo me mëri njeri, është për kënaqësi po foli, s'po foli për raportin tonë me Allahun, për kënaqësinë e kësaj bote më të madhe diçka mos lëp. Domthon po foli në aspektin material. Me bo me mëri njeri që ta, kënaqësinë këtë botë nuk mund me shiju tjetër. Më shumë se çikaç. Pse? Se pastaj çdo sen që i vjen prej Allahut, por këta është e mirë se ardhur. Nuk lodhet hiç. Aq shumë është i lidhur me Zotin. Aq shumë e don Allahun. Saqë, çish e kanë thonë shumë dietarëve, nëse çata që më ka ardhur mua e don Allahu, edhe unë e du. Se nuk du me ran kundërshtim dashuria e Allahut me dashurinë time. Me një pozitë që domethënë ata janë të lidhur komplet me Zotin. Dhe këta vllazni, jo vetëm me harët. Këta e gjeni edhe të njerëz sot. Këta e gjeni edhe të njerëz sot. A ka njerëz sot që e myt vetëm për shkak një vajze? Kjo është dashuria absolute. Kjo është dashuria absolute që ai e dënon vetën, e dënon edhe në fund e myt vetën. Ka njëri që e dënon dënimin e madh, për një arsye të caktuar. Për shembull, nëse dojnë me poshtruar dhe me thonë që ti je i dopt, ti nuk je trim, ti je tuc, ai bëhet trim edhe një herë sa është, veç për mos me dal para njerëzve, i dopt.
Edhe nashti qëndron në disa raste që s'mund me qëndru njeri. Ai nëse qëndron. Pse se e ka një arsye për me qëndru. Ma herët kanë thonën për njerëz që kanë shkruar edhe poezi edhe që kanë kallëzu, për njerëz që jun kon të lidhur me dikan, jun dashuruar me dikan, kanë thonën domethënë jeta e tij është jetë për ta, vdekja e tij është vdekje për ta. Jeta dhe vdekja i kanë jetë, i kanë bashkë. Jeta i ka bashku, vdekja i bashkon prapë. Pse se është lidh komplet me ta. Tash paramenon e vllazni mu lidh dikush prej neve në qitë gjendje me Allahun. Për këtë arsye disa për njerëz e kanë thonë që ta që pozitë s'ka mundësi me arrit njerëz këtë dynjë. Pse sa është pozitë shumë e madhe, shumë e lartë. Ghazali thotë jo, nuk është saktë. Thotë ka mundësi me arrit, e thotë shumë për njerëzve që janë dietare, ibadetxhit më kanë arrit këtë pozitë. Që përmena raste, çka raste i keni një dhe jo që kanë pas mja bua operacion komën, mja prej komën ka thonë prit një sa t'hi namaz. Si t'lina namaz prej ma komën, s'ka problem. Se mu nuk e ndjej. Dhe mu në qëtë shumë u lidhë me Zotin ai që tani mu nuk e ka ndjej. Po këtë arsye thuhet edhe për Mejnun Leila, ky i çmendur i pas Leilës, që është i njohur, thuhet që ka kalu pranë do njerëzve dhe u kondën tu menu për Leilën, sa i ka shku ka menu për Leilën. Çdo sen e ka lidh me Leilën. Edhe era kur ka fry ka thonë që kjo era është ardhur pe pjesës ku është u banu Leila. Edhe një tëm më pas shu dikon o gjakit dhe ku më thonë që kytimi me siguri është, ata që e kanë kallë zjarmin. Çdo sen e ka lidh. Edhe kalon pranë disa njerëzve, ata i thonë duke u fal, ky u del përpara. Bile edhe kur u fal, e kallzon vetë poezi, kur u fal u kthy, ju ka kibre po ka pas Leila shtëpinë. Edhe ka thonë që unë se kam këta për shirk, po s'po më me nol vetën. Dhe më po kthejnë kështu trupi më shkon aton. Allah i na rrit. Edhe ky kalon pranë aty, ato i thonë, "Çish bëna kalove kem tu fal, na kalove para." Thotë, "Jo, sipas na po." "Çish na ke bota ti para neve dole." Thotë, "Im kun çat shumë i koncentruam të menu për Leilën që sipas na po, sipas atij që ekziston këtë njeri." Thotë, "Po edhe ju me pas bën namazin që çdo s'm kishni pa mua." Çka ka dhënë realitetin? Me pas bën namazin ju çish do s'm kishni pas, ju mu çish si kum pa unë juve. Edhe kallzon vetë në historinë e tij, kallzon që ka shkuar herë rastësisht ka hitë shtëpia e Leilës, e ka gjetë shtëpinë, ja kanë pru me pi disha kafe. Edhe kanë pru një shporet një mangal, po. Me prush, për mundzi. E ka kapën copën e pushtë dhe se ka ditë që e ka ndorë. Se ka ditë, e ka mojtë dorë deri sa ka po që ju ka djekë i dorë, se ka vrejtë heqë, komplet i ka nuk djenjët. E qësin e raste ka pasin edhe më herët, ka edhe tash. Ka mësi momentet caktu me njeri ju qatë shumë entuziazmohet, qatë shumë i hyp adrenalina, për një punë të hajri, për një punë të mirë, që nuk shqep këtë gjithër veç problemin e Zotit. Si interesant për këtë gjatë këtë dënja. Të më honë, ka mundësi njeri me arrit që ta, me bovakia me arrit që ta njeri në këtë dënja. Që ka zova pasit, është lumturia kulminante. Shka të lip gjatë që sajna, s'ka mundësi me gjithë, ma shumë. Kulminante është. Mu lidh me Allahun deri në qatë dërejgje që çdo sen që ka vjen pe Allahu ti me qenë i knaqt. Ju vesh me thonën, inshallah Zoti, me thonën elhamdulillah që Allah më ka zgjedhur mua. Elhamdulillah që Allah më ka zgjedhur mua me çes provë. Kjo vllazni është një prej temave që ndoshta për neve janë shumë tabu dhe shumë të larta. Po unë po du me kallëzu pse ose çysh ka mundësi njeri me mrri rahatin, kënaqësinë, qetësinë në këtë botë. Nëse bindet në Allahun tamam çish do të, ka për Zotin tamam çish do të, edhe nëse bashkëvepron me Allahun në raportin e robit me Zotin. Çet raport? Allahu ka dëshirë çdo për mua, Allahu ka caktuar çdo për mua, e fundit që është për mua është el-sabr. Cili është sabri? Pra sabri ti bandorim, po ki qef me të largu që kjo. Që kjo s'prov. Kjo e lejume është. Kjo është e lejume dhe kjo është shumica e njerëzve. Kjo është shumica e njerëzve. Bandorim, nuk thu fjallë të këshia, nuk fol fjallë pa edukat, e runë vetën, edhe thu, Zoti i din punë të veta, Zoti i ka caktuar punë të veta, po normalisht e lut Zotin edhe ki qef me të largu që kjo s'prov. E kundërta është ajo që ka përmend Abdullah ibn Mesudi në fund. Thotë edhe e ka bo Allahu me drejtsinë e tij
edhe me ndarjen e tij të saktë që i ka ndodhur gjërat këtë botë krejt tamam ç'është dohet, e ka bërë që pikëllimi edhe mërzia të jetë në dyshim edhe në hidhrim. Kjo është peshoj vëllazëri. Çka të duhesh këtë dynjë, që ki para vetit, nëse nuk je në vetveten tonë dhe je i dyshim për gjërat, pikëpari ki dyshim në Allahun, ki dyshim ligjin e tij, ki dyshim në drejtsinë e Zotit, ki dyshim, ti s'ke më konë rahat vetveten tënde. Po edhe nëse je i hidhrum, ç'është i hidhrum? Nuk je i kënaqur. Shtojnë të natë, nuk je rahat me kur gjallë, s'u bën rahat kur gjallë. Çdo sen do këtë pak. Çdo sen do këtë që sash në rregull. Çdo sen do këtë që u ka ndesh më mirë me bu, u ka ndesh ndryshe, u ka ndesh tu, edhe nuk kënaqesh me asnjë gjendje. Atëherë që kjo është vula e pikëllimit për ty. E do vëllazni që ta javë sjell njerëzve dynjaja e mallkuar. Që është rrumbullaksimi i temës. Ai që ka për dynjaja shumë, sa shqare pa u qenë i pikëlluar dhe i mërzitshëm edhe në probleme. Ai që kupton hakikën e dynjas, rolin, realitetin tamam dynjas, ai kalon pe këtyre sprovave edhe e din që te Allahu do ta gjej shpërblimin e këtë kësaj edhe zemra e tij do të jetë e qetë. Po këtë arsye s'ka pasuni më të madhe se pasunia e zemrës, çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe s'ka varfëni më të madhe se varfënia e zemrës. Me buvakia që thana me shtim praktik tamam kështu. Edhe pse e pranoj që elhamdulillah prap musliman me çit pjesë të fesë çka kanë, dikush më shumë, dikush më pak, janë njerëzit më të lumtur në botë. Edhe kjo është me sondazhe. Deri tash aty këtu në vend të muslimanëve ka vetvrasje. Na ikon aty këtu. Pse? Se nuk i shkon muslimanit menja dej aty. Se e ka pjesën e lumturisë dhe kënaqësisë në zemër që Allahu e ka thënë bashkë me imanin. Me bindjen që e kena në Allahun, me kënaqësinë që na vjen prej Zotit. Kurse jo e dini tani shtete të tjera, përqindja e vetvrasjeve bashkë sa manal që e kanë anën materiale, anën e lumturisë dukshme, jo të brendshme, ajo që duket çaq më shumë e kanë për fat keq anën e pikëllimit dhe mërzisë brendshme. Edhe kjo shfaqet pastaj në vrasje, në vetvrasje, edhe në probleme psiqike, probleme ndryshme që nuk përfundojnë. Nga se nuk ka mundësi dikush me ndjek kënaqësi edhe lumturi nëse ka dyshime, nuk e ka imanin që ç'do, edhe nëse nuk e ka bindjen edhe kënaqësinë Allahun që ç'do. Sa shqare pa pas turbulenca të mëdha në jetë, edhe jeta që po jetojmë është shembulli më i madh për këtë çka po e them. Allahu na shtof yaqinin, bindjen. Allahu na mëson që të kemi kënaqësi me Allahun, me ligjin e tij, me gjykimin e tij, me kaderin e tij. Të trija ato janë të rëndësishme. Kaderi, gjykimi, ahkamet, dispozitat, edhe Allahu. Edhe vetë Allahu. Edhe e lut Zotin që me na shtu sabrin në sprova, edhe me qendën të fortë momenti ku na goditin ato e me dalën para Allahut faqebartë. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.